Ndërshtova, më nuk thash që ajo është e pa moralshme dhe e pa lishme ajo që po bën. Thash Saliani vetë, e drejta e Salianit e drejta e Salianit për dalë për komuniku. Ndrysh nga që interpreton Berisha është e drejta e tij, edhe Ali Mehmetit kanë drejtën të komunikojnë me struktura për të dhënë pikpamjet e veta. Unë po them që janë figura politike të cilat kanë qedu shumë. Ali Mehmeti shumë më pak, që kanë pranu t'jenë pjesë e forumeve, duke mos respektuar asnjë rregull. Pra janë të emruar. Dhe në momentin që këto personazhe pranojnë emrimin në një forcë politike, këto quhen personazhe të vdekura politike. Po pse s'bashkohesh me ne bëhet ti më mirë? Qysh? Unë jam i parë që ty të pranoj. Falem. Edhe jam i bind që Saliani as Ali Mehmeti zot. Ore të lutem, unë nuk bashkoj fytyrën. S'bashkoj më fytyrën time, unë as me Salianin as me Ali Mehmetin. Nuk e bashkoj më. Po sepse atinat mjedis janë fliqur dhe gjithë personat që janë aty, janë unë se bashkoj. Unë nuk mund ta shkruaj fytyrën time me Salianin. Ndrihesh, që bëhet Ora nuk jam unë Sali Berisha, nuk bëhem unë figurë qesharake. Ora unë me vërtet se kam peshën politike të Sali Berishës. Qa mendon ti të bëjmë? Ne jemi në regjim praktikisht. Kam 4 vjet që e themur, po nuk është pastruar gjithë ato figura në Partitë Demokratike, që nuk kanë lënë akt pa thyer, kjo nuk bëhet. Dhe unë kam marrë iniciativën një herë përballë Berishës. Po unë se kam përdor kandidimin tim për të qenë deputet për të shku Berishës në krah. Më janë ofruar mu poste që janë ofruar Saliani dhe unë më kam refuzuar. Sepse jam dordolet si Saliani, dalë sot kundra Berishës për pikpamje dhe për qëndrime morale dhe në fund them bëhem me Sali Berishën. Tani pse, se dua t'i bëj një pyetje.